Ndëron jetë themeluesi i OnlyFans, miliarderi 43 vjeçar humbi jetën me kancerin. Leonid Radvinski, pronar i platformës së njohur OnlyFans, ka ndruar jetë në moshën 43 vjeç, pas një betejë të gjatë me kancerin. Lajmi u konfirmua nga kompania të hënë, ndërsa familja ka kërkuar privatësi në këtë moment të vështirë. Radvinski, një miliarder ukrainas-amerikan me një pasuri të vlerësuar rreth 3.8 miliard dollar, ishte figura kryesore pas rritjes së OnlyFans. Ai bleu kompaninë MMM Phoenix International Limited në vitin 2018 dhe shërbeu si aksioner kryesor. I lindur në Odessa dhe i rritur në Chicago, ai studioi ekonomi në Universitetin Northwestern dhe hyri herët në industrinë e faqeve për të rritur. Në muajt e fundit ai ishte në bisedime për të shitur rreth 60% të aksioneve të OnlyFans, në një marrëveshje që do të vlerësonte kompaninë në rreth 8 miliard dollar. OnlyFans, e themeluar në vitin 2016, u bë platformë e njohur sidomos gjatë pandemisë, duke u kthyer në një burim të rëndësishëm të ardhurash për krijuesit e përmbajtjes. Platforma funksionon me abonime dhe mban rreth 20% të fitimeve, ndërsa pjesa tjetër shkon për krijuesit, duke i sjell Radvinskit dividend prej $100 milion ndër vite.